Atëherë ka muaj që Kuvendi Republikës Kosovës është shndruar në një teatr politik, në cilin është duke u luajtur një shfaqje tragjiko-komike. Dhe me vendimin e fundit apo me gjykimin e gjykatës kushtetuese, sikurse kjo saj shfaqje tragjiko-komike po I vije fundi, për mendimin tim maskat tashmë janë tërhequr edhe perdja po bie. Dhe unë mendoj që qytetari I Republikës Kosovës kur më mirë dhe më qartë nuk e ka pasur t'i shoh fytyrat e vërteta të secilit përfaqësues të popullit brenda këtij kuvendi. Dhe jam e bindur që nuk do t'i harroj këto fytyra as kur të shkoj në kutinë e votimit. Një akt që do duhet të ishte ceremonial, konstituimi I Kuvendit Republikës Kosovës pas certifikimit të zgjedhjeve, është shndruar në një thembër takilit. Është shndruar në një pengesë për ndërtimin e institucioneve. Dhe për mendimin tim, kjo është absurde. Deputeti I Republikës Kosovës është përfaqësues I popullit dhe është I detyruar, ka detyrim kushtetues të qëndrojë në sallë, të votojë dhe të marrë përgjegjësi. Mos votimi, sidomos në momente vendimarrëse për vendin, është shkelje kushtetutës dhe njëherët edhe është tradhti ndaj qytetarit I cili ka besu votën. Këto ngjarje, situata të tilla kanë ndodhur edhe në të kaluarën dhe nuk janë ndëshkuar. Prandaj edhe sot I përjetojmë këto pasoja. Nëse ju kujtohet, në 2021, unë kam vendosur të qëndroj në sallë për të respektuar kushtetutën e vendit dhe akte tjera, përgjithësinë për cilën e ka deputeti për të votuar presidentën e Republikës Kosovës në një periudhë në të cilën shteti mund të rrshitste në një krizë, e dini që ka qenë kohë pandemie. Pra unë kam vendosur kushtetutën në vend të kalkulimeve personale. Kam vendosur interesin nacional në vend të interesit personal. Dhe sot ftoj nga ky vend të gjithë kolegët e mi deputet që të mos bien pre e presioneve, qofshin të personave të veçantë, qofshin të grupeve të interesit, por të reflektojnë për të votuar jo për emrat përveçëm sa për Kosovën. Sepse kjo është më e rëndësishme. Na jemi në një udhkryq të rrezikshëm, në cilin jemi duke kalu. Dhe gjithë këto përçarje që po ndodhin këtu brenda këtij kuvendi, janë në interes të atyre të cilët janë duke vendosur prapa shpinës tonë për fatin e Kosovës. Janë duke përdorur përçarjen tonë, janë duke përdorur luftra dhe konfliktet në cilat është rrethuar bota. Prandaj, derisa ne po zihemi këtu, dikush është duke na e gryer dheun në këmbë. Dhe për këto gabime, për këto pasoja, do të ketë edhe përgjegjësi. Do të ketë përgjegjësi të jashtëzakonshme për secilin që është duke vepruar në këtë mënyrë. Ata që votojnë nuk janë bllokues. Bllokues janë ata që nuk votojnë. Dhe ata janë duke bërë shkeljen e kushtetutës. Janë duke mos respektuar përgjegjësinë për cilën janë këtu. Dhe nëse në të kaluarën ka pas parti politike e individ të cilët nuk kanë ardhur në kuvend dhe nuk kanë votuar, qoftë edhe për zgjedhjen e presidentës vendit, kanë bërë shkelje të kushtetutës, nuk duhet vazhdoj kjo norme dhe matutje. Sepse ne nëse kemi lejuar atëherë po përjetojmë pasojat edhe sot. Andaj në situatat jashtëzakonshme mendoj që duhet mirën edhe vendimet të jashtëzakonshme. Duhet bëhen edhe veprimet e jashtëzakonshme. Faleminderit juve.